E ke takuar Tauland Ballën me qira fjala, duat Jo, po ç'pun ka më ngrën drek se kështu tha, ka drekuar me I vetmi që takon Ballën, Ramën, ku dion, cilët do përfaqësues Partisë Socialiste është Sali Berisha, se janë në një regjim, është regjimi Rama Berisha. Pra ky përfiton, dhe e mban partinë pa mbështetje, ky tjetri rrin pushtet, pa ç'pun ka mund me ata, se ky po del hapur tani, për reformën zgjedhore po del hapur, për reformën territoriale po dalin të dy palët, po ДПС dhe po takojnë njerëzit bashkë tonë të bëjmë. Ata po e bëjnë hapur fare ç'a. Nuk kam pas dhe nuk kam se si të kem, se nuk më lidh gjë me Tauland Ballën. E para, e dyta, I duket këtij rëndësishëm. Tauland Balla nuk zgjedh dot për çam duhet mua Tauland Balla, se do ka ngrit këto. Tauland takon këtë për të bërë këtë. I ka mbet këtij nga që nuk e përballon dot, është kaq I dobët politikisht, nuk përballon dot Tauland Balla, duket personazh Tauland Balla. Tauland Balla nuk zgjedh dot problemet e veta me qeverinë. Për çfarë duhet, domethënë? Pra çfarë tregon kjo? Se unë s'kam taku Tauland Ballën, kam taku bandën e Durrësit, bandën e Elbasanit, bandën e Shkodrës, bandën e Dedës, po ç'a ka Shqipëria, domethënë, është ky. Gjokën në Burg. Por në fakt, për ta thënë kështu, çdo njeri që kam takuar unë deri në nëntor të 2025-s, kur kam nisur lëvizjen për ndryshim, I kam takuar me porosit Sali Berishës dhe për llogarit Sali Berishës. Dhe po të dalë, po të jetë burr, të dalë përballë dhe të them unë si I kemi takuar, kemi takuar. Mua kur më thot kryetari I partisë tako X-in apo Y-in, unë nuk e di se si kam marrë dëshmi penaliteti, po të gjithë I kam takuar prej Sali Berishës, nëse kam takuar në një personazh që mund të ketë pas probleme mbrapa. Saliani, duhet të të bëj edhe disa pyetje për të marrë edhe anën tjetër të diskutimit. Si ka mundësi zoti Berisha deri para një viti të konsideronte hero, të burgosur politik, me njëherë pasaj të bën armik, pra e ka në 24 orë, e ndryshon në repertorin, e ndryshon fjalorin, dhe si ka mundësi, si ka qenë ai nga afër, pra. Po kjo tregon si shpjegohet ky ndryshim? Kjo tregon një gjë, po themi që është e qartë, që është evidente, që Sali Berishës I intereson vetëm pushteti personal. Pra I intereson vetëm që Partia Demokratike pra të mos jetë sënosh. Po më ta ketë por e ka pronë, mëse unë nuk e them kot. Pra, koncepti I pronësisë do të thotë që ti e përdor, përfiton të mira materiale, mund ta japësh me qera, mund vesh administrator si kanë ndodhur në të kaluarën, po në fund e ka pronë, pra e përdor për llogarit vet. E shikon si biznes vet, nuk e shikon politikën si ai thotë më hyre këtu të gjuj me armë. Pra, janë kufi këtu, ç'pun ke ti te kufiri im. Është me atë mendsi. Dhe nuk ka, po themi, në vende të tjera, se dhe gjykimi I publikut, po ta shikosh ti, thonë po më tha Sali Berisha, po ti pse flet me të njëjtën gjuhë. Do të thënë atje e falim, se është kjo shprehja Shqipëri që budallaj të hapi rrugë, po jo nuk duhet të japësh rrugë, duhet